Është e dhimbshme ose është proces i vështirë përballja me magjinë për një person? Po, mund t'jetë dhe e dhimbshme. Shpesh kur bëhet një pastrim, një purifikim, personi ndjehet më i qetë, ndjehet më i lehtësuar, po ndonjëherë mund të ndodhi që është mësuar aq shumë me atë energji negative që ka në trupin e vet, sa ka frikë të dalë nga ajo situatë. Kështu që mund të jetë e dhimbshme dhe e frikshme në të njëjtën kohë. Gjëja kryesore është që kur ti je në gjendje që të punosh me energjinë tënde, pa pasur influencën e të tjerëve, ti duhet të marrësh edhe përgjegjësitë e tua për gjithçka që ti duhet të vendosësh, për gjithçka që ti je duke vendosur. A ka rituale, praktika shpirtërore që na mbrojnë nga magjitë? Ka rituale nga më të thjeshtat tek më të vështirat. Ne kemi atë djegjen e kripës në Shqipëri, që nënat tona e gjyshet tona e bënin shpesh, edhe kur fëmia është i vogël, që kur e shohin që është kaq i bukur edhe e marrin më sysh. Mund të bëjmë një larje të këmbëve, për shembull me ujë me krip. Kripa është tërheq energjinë negative shumë lehtë. Mund të bëjmë një kalim të vajrave esencial apo të djegim disa lloj bimësh që të bëjmë një pastrim të trupit tonë energjetik për të hequr pjesë të energjisë negative të akumuluar apo të një magjie të bërë. Po gjëja kryesore që unë do thosha është që të mos lejojmë, edhe me afirmimet ne mund ta bëjmë shumë mirë këtë gjë, që të mos lejojmë një tjetër që të futet në trupin tonë energjetik. A ka të bëjë kjo me forcën mendore? Pra duhet të kesh një forcë të madhe mendore për ta përballuar? Duhet të kesh një forcë mendore, jo forcë të madhe mendore, nuk mund ta kemi frikë të tjerët, sepse çdo njeri anës e përqark neshe ka një lloj ndikimi energjetik tek ne, nuk është se duhet të mos jetojmë apo të mbyllemi, por duhet të jemi koshent që mund të ketë influenca në trupin tonë energjetik që nuk janë për të mirën tonë. Por në momentin kur ne përsërisim me zë apo me mendje që gjithçka që ne duam apo gjithçka që ne jemi duke bërë është në ndërgjegjen tonë, jemi ne që jemi duke vendosur dhe askush tjetër, nuk ka asnjë gjë që na prek anës e përqark. Personat që bëjnë magjit ose aplikojnë magjit, ne shohim që në ingredientet e tyre, nëse mund ta quajmë kështu, ose përbërësit e tyre kanë thonjt, kanë flokët, disa nga çfarë duhet bëjmë ne për të shmangur këtë lloj përqafimi mes nesh dhe këtyre ingredienteve që përdorin këta magjistarë ose në thonjza gjithmonë. Për të bërë një magji të zezë, sepse këtu jemi duke folur për një magji të zezë, kur përdoren pjesë biologjike të një personi tjetër, siç është floku apo thoj, duhet të përdoret një gjë e tillë për të arritur tek personi, tek energjia e personit tjetër. Kush e bën disa rituale që detyrojnë personin për të arritur në një qëllim që një person tjetër e ka kërkuar. Për shembull, unë dua që të dashurohem me ty, marr një pjesë të një thoj tënd dhe shkoj tek një magjistar dhe i them domethënë që unë dua atë njeri edhe dua që ai të mendoj vetëm për mua. Është gjithsesi influencë me anë të një energjie shumë të fortë mendore ndaj një personi, domethënë ti prek trupin energjetik dhe mendor të atij personi. Çfarë mund të bëjmë ne që jemi domethënë po qëse na e kanë bërë një magji të tillë, gjëja e parë që mund të bëjmë është që të deklarojmë që gjithçka që nuk është në trupin tim tani, edhe pse ka qenë pjesë e imja biologjike, nuk ka asnjë vlerë energjetike ndaj meje. Në momentin që ne i heqim vlerën energjetike, një floku, një thoj, një bluze që ti mund të kesh veshur, sepse mund të bëhet edhe me rrobat, nëse ne ja heqim vlerën tonë energjetike, nuk është në gjendje të na preki njeri. Si hiqet kjo? Duke hequr, mos më e veshur, duke zgjatur flokët edhe t'i presim, si mund bëhet?
Jo, mjafton që ti të deklarosh në një moment që ti e ndjen që mund të jesh prekur nga një energji e tillë, që mund të jetë bërë një magji e tillë. Ndonjëherë janë gjërat fare të vogla që veprojnë shumë në trup energjetik. Mjafton që ti të deklarosh që gjithçka që nuk është në posesin tënd në këtë gjë, nuk ka më vlerën tënde energjetike. Ti mbledh tek ti të gjithë vlerën energjetike tënde. Dhe asnjë gjë tjetër që ti ke jashtë shtëpisë tënde, jashtë vetes tënde, nuk ka më vlerë energjetike ndaj teje. Kështu që personi që ka marrë flokun tënd apo thojin tënd, nuk ka më asnjë gjë për tu lidhur me energjinë tënde. Si do llojet kur një rast i një personi të caktuar kërkon një lloj mbështetje shpirtërore ose ka nevojë për një mbështetje më profesionale mjekësore nga një profesionist i fushës, në raste të caktuara psikiatër, neurolog. Shumë pjesë të energjive negative apo të magjive të çojnë në një ritëm mendime shumë të lartë. Kështu që edhe në një problem psikologjik pastaj që mund të dali, siç mund të jetë ankthi, siç mund të jetë mendimet e përsëritura, mungesa e gjumit. Këto janë simptomat edhe të një magjie të bërë, po edhe të një energjie negative që ti mund të kesh brenda vetes. Në të dyja rastet, edhe puna me psikiatrin apo me psikologun shërben për të përforcuar energjinë tënde. Kështu që mund të jetë edhe një rit pastrimi, purifikimi që të ndihmojë që ti ta heqësh atë energji negative, ose edhe një punë me psikologun apo psikiatrin që ti të forcosh identitetin tënd edhe ti largosh natyrisht me energjinë tënde, me forcimin e energjisë tënde, këto energji negative nga ti. Personat që aplikojnë magjit, ju thatë që bëjnë rituale. Nga ana tjetër, a është pjesë një rituali të një njeriu nëse bën një lutje, një meditim për të arritur kulmin e energjisë dhe për të krijuar një mbrojtje energjetike? Po, ritualet mund të jenë pozitive ose negative. Ne flasim për rituale të mira kur ne bëjmë atë ritual për të forcuar energjinë tonë personale dhe jo për të ndikuar tek të tjerët. Që është shumë e imët ajo linja e ndarjes në pozitivitet dhe negativitet. Në qoftë se ne jemi gjithmonë duke kërkuar forcimin e energjive të tona, jemi në pjesën e duhur. Le të themi, ka rituale të tilla që duke përforcuar energjinë tonë, për shembull pastrimi me zjarr, ndezja e një qiriu që ne e bëjmë zakonisht edhe për një të njohur tonin, apo kur shkojmë në një kish, e bëjmë edhe për fatin ton. Ne ndezim qiririn edhe e vendosim aty për të ardhmen tonë, për shembull. Edhe jemi duke i dhënë dritë një energjie që ne duam që të kemi, për të mirën tonë. Edhe ai është një ritual që ne përdorim për të forcuar energjinë tonë pozitive. A mendoni se xhelozia, urrëtia, zilia e shtojnë akoma më shumë ose e zbehin përballjen që ne mund të kemi me magjinë? Arrin që të na shpërqendrojnë energjinë tonë në disa lokacione të tjera dhe nuk arrim që të kemi një mburojtje të madhe energjetike. Pra ka të bëjë me ne kjo gjë? Ka të bëjë shumë me ne. Në qoftë se një person është në të mirën e vet, në të drejtën e vet, është i rrënjëzuar në forcën e vet, nuk ka asnjë gjë që e prek. Në qoftë se ke një trup energjetik dhe mendor të fortë, asnjë lloj energjie e jashtme nuk është në gjendje të preki. Edhe shamani më i fortë nuk do jetë në gjendje që të bëjë një magji. Sa më shumë ne jemi të shpërqendruar, në kuptimin që kur kemi një zili për dikë tjetër, do të thotë që jemi duke i hapur rrugën, jemi duke i hapur trupin energjetik edhe ndaj zilis që të tjerët kanë për ne. Edhe kur ne mendojmë që duhet i bëjmë të hakmerremi për shembull, sepse mund na kenë bërë keq, të hakmerremi ndaj një personi tjetër, prap jemi duke hapur trupin ton energjetik, jemi duke e hapur veten ton ndaj energjive negative të tjera. Në qoftë se ne jemi në të drejtën ton, nuk ka asnjë gjë që na prek. Varet shumë nga ne.